أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Me të vërtetë falënderimi I takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kush të humbë. E atë që Allahu e ka humbur nuk ka se kush të udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu I vetmi dhe pashok është ai që meriton adhurimin, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Allahut Azza wa Jalla. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtetë dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu Allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. O ju njerëz, friksohuni Allahut krijuesit tuaj, I cili ju ka krijuar ju me një vetvete e vetme, Ademi alayhi salam, dhe prej tij krijoi bashkëshortën e tij Hawa, dhe prej atyre të dyve krijoi shumë burra e gra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit ju përbetoheni dhe ruani lidhjet tuaja farefisnore, se më të vërtet Allahu është mbi ju mbikëqyrës. Thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut dhe flisni fjalë të drejta. Ju mundëson ju Allahu I lartësuar të veproni vepra të mira, e kush I binet Allahut
dhe të dërguarit të tij, me të vërtetë që ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'du, fa inna asdaq al-hadithi kitabullah wa khayrul hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fjala më e mirë është fjala e Allahut Azza wa Jall. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë risit në fe. Çdo risi është bidat dhe çdo bidat është në humbje dhe çdo humbje është në zjarr. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin Kerim: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. Allahu Azza wa Jall në këtë ajet kuranor, në fillimin e të cilit na tregon Allahu Azza wa Jall për muajin e Ramazanit, shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaji Ramazanit në të cilin Allahu Azza wa Jall zbriti në të Kur'anin. Ka obliguar Allahu Azza wa Jall agjerimin e këtij muaji dhe thot Allahu Azza wa Jall në fundin e këtij ajeti: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. Ditë të numëruara, dhe pse është një muaj, Allahu Azza wa Jall e quajti ditë të numëruara, ayyaman ma'dudat. Janë ditë të numëruara për besimtarin, të pakta se ishin mundësi të mëdha, të cilat nuk ndodhen vetëm se në këtë muaj, në muaj e Ramazanit, ma ato mirësi të mëdha që Allahu subhanahu wa ta'ala ka bërë në atë muaj. E në të gjithë muajt e tjerë Allahu Azza wa Jall i jep mirësi dhe i pret të pënduarit të kthehen tek Allahu Azza wa Jall, por në muajin e Ramazanit ka një veçori: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. Ta plotësoni muajin e Ramazanit me agjerim. E më pas, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, të madhëroni Allahun Azza wa Jall, t'i bëni Allahu takbir, të ngresh fjalën e Allahut Azza wa Jall lart, të madhërosh Allahun Azza wa Jall. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, të bëni takbir. Fjala pra takbir është të thush Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Të madhroni Allahun Azza wa Jall për atë që ju udhëzoi në këtë mirësi, për atë që ju dha këtë mundësi, këtë mirësi të madhe, agjerimin e këtij muaji. Allahu subhanahu wa ta'ala në muajin e Ramazanit e zbriti Kur'anin, huden linnasi. E zbriti Allahu Azza wa Jall Kur'anin, i cili është udhëzim për njerëzit. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Është sqarues i çështjeve, në të ka argumente të qarta me të cilat dallohet e vërteta nga e pavërteta. Obligoi Allahu agjerimin e këtij muaji, e të gjitha këto mirësi duhet që besimtari të falenderojë Allahun Azza wa Jall shumë për to. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. Sepse besimtari përjeton në këtë ditë farhatun azime, një gëzim të madh,
sepse ka përmbushur me ndihmën e Allahut Azza wa Jall adhurimin e shumë pritur e të veçantë në muajin e Ramazanit, min as-siyami wal qiyami wa tilawati al-Quran, me agjerim, me namaz, me leximin e Kuranit, ka përmbushur këto adhurime, të cilat janë gjatë gjithë vitit, por më të veçanta në muajin e Ramazanit, është në mirësi të madhe nga Allahu Azza wa Jall. Dhe nga gëzimi, Allahu Subhanahu wa Ta'ala këtë ditë e ka bërë ditë gëzimi, lis-saimi farhatani yafrahuma. Agjeruesi ka dy gëzime me të cilët ai gëzohet. Gëzimi i parë, kur ai e përfundon agjerimin e tij, dhe ne e përfunduam me ndihmën e Allahut Azza wa Jall. Agjerimin e këtij muaji është mirësi e madhe nga Allahu Subhanahu wa Ta'ala dhe është gëzim i madh për këtë sukses që i dha Allahu Azza wa Jall besimtarit. Është gëzim i madh, ky është gëzimi i parë. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih yafrahu bi sawmihi. Gëzohet njeriu me agjerimin e tij kur e takon Allahu Subhanahu wa Ta'ala në ditën e gjykimit. Agjeruesi ka këto dy gëzime të veçanta e në këtë ditë ai e madhron Allahu Subhanahu wa Ta'ala. E fillon tekbirin me përfundimin e agjerimit e derisa hypen imami në hutbe. Vazhdon të bëj tekbir, të ngrej zërin e tij me tekbir, madhron Allahu Subhanahu wa Ta'ala që ja mundësoj atij këtë mirësi të madhe. Të adhuroj Allahun Azza wa Jall ashtu siç ai ka urdhëruar. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. E të jeni falëndërues se falënderimin e don Allahu Azza wa Jall. Të jesh falëndërues me fjalë, me zemër dhe me vepra. Se Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin Kerim: "Wala in shakartum la azidannakum." Nëse ju do të falënderoni, Allahu Azza wa Jall premton se do ta shtojë atë mirësi. E mirësia më e madhe që jepet njeriu në këtë jetë është mirësia e adhurimit të Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Furnizohuni, thot Allahu Azza wa Jall. Furnizimi më i mirë është devotshmëria, risku më i mirë, gjëja më e mirë që njeriu mbledh dhe bashkon në këtë jetë është devotshmëria, përkushtimi në adhurimin ndaj Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Nëse e falënderoni, wala allekum tashkurun, që të falënderoni Allahun Azza wa Jall. Nëse e falënderon Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Allahu ta shton të mirësi. Ta shton Allahu Azza wa Jall të mirësi dhe vazhdon gjatë gjithë vitit të jesh talim li kitabillah, lexues i librit të Allahut Subhanahu wa Ta'ala, qaimun bil lejli wa saimun bin nahar, falesh gjatë natës dhe agjeron gjatë ditës, bën vepra vullnetare. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Vazhdon tot Allahu Azza wa Jall na tregon dhe tot vazhdon robi im të afrohet tek unë me nafile derisa unë ta dua atë. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. Nëse unë do ta dua atë, do të jem dëgjimi i tij me të cilin ai dëgjon. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dhe shikimi i tij me të cilin ai shikon. Wa yaduhu allati yabtishu biha, dhe dora e tij me të cilën ai vepron. Pra do të kesh sukses në Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ndihmën e Allahut Azza wa Jall në jetën tënde, në ditën dhe në natën tënde, në fjalën dhe në veprat e tua. Wala in shakartum la azidannakum. Nëse do të falënderoni Allahun Azza wa Jall, Allahu Subhanahu wa Ta'ala do ta shtoj. Wa idha sa'alaka ibadi anni. Pas këtij ajetit Allahu Azza wa Jall
thot wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nëse të pyesin ti o Muhammed, wa idha sa'alaka ibadi anni, të pyesin ti o Muhammed për mua, të pyesin robët e mi për mua, fa inni qarib, nuk thot thuaj o Muhammed unë jam afër, por Allahu azza wa jall thot unë jam afër. E donë Allahu azza wa jall robin e tij kur kthehet tek Allahu subhanahu wa taala, kur i kthehet me pendim, kur i përkushtohet me adhurim, kur e pranon dobësinë e tij, kur i kërkon falje Allahu azza wa jall, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidh-dhanbi wa yaghfiruhu. Edin robi im thot Allahu azza wa jall, se Allahu subhanahu wa ta'ala është ai që ndeshkon dhe është ai që e fal mëkatin. I kërkon falje Allahut, robi Allahut sa herë që të bëj mëkat, sa herë që të bëj mëkat, kthehet tek Allahu. Nëse të pyesin ty o Muhammed, robët e mi për mua unë jam afër, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, i përgjigjem lutjes të atij që më lutet, kur ai më drejtohet mua me lutje, falyastajibu li, let më përgjigjen mua në thirrje që Allahu azza wa jall ka thërritur njerëzit të kthehen e të jenë të përkushtuar në besimet i friksohen Allahu azza wa jall e të zbatojnë urdhat e Allahut azza wa jall. Qu anfusakum wa ahlikum nara, ruani vetvetet e juaja dhe familjet tuaja nga zjarri. Falyastajibu li, let më përgjigjen mua, wal yu'minu bi, let besojnë tek unë, la'allahum yarshudun, se kështu ata do të udhëzohen. Mos e ndalo o robi Allahut adhurimin, se Allahu subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut, është i përhershëm pa fillim dhe është i përhershëm pa mbarim, është i gjallë Allahu subhanahu wa ta'ala, i përhershëm. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, nuk e merr Allahu azza wa jall as gjumi e as kotja, i dëgjon thirrjet e thirrësve kur ata e thrasin, i dëgjon lutjet e atyre që i luten. Allahu subhanahu wa ta'ala don që njerëzit të shpëtojnë, ja ka treguar rrugën e shpëtimit, wa hadaynahun najdayn, ne ja treguam atij dy rrugët, rruga e shpëtimit se cila është dhe rruga e shkatërimit cila është. E çdo kush i cili e ndjek rrugën e shpëtimit meriton shpërblimin e madh të Allahut subhanahu wa ta'ala. E çdo kush i cili humbet dhe në humbjen e tij është i qartë për humbjen e tij, se i është qartësuar e vërteta nga e pavërteta. E Allahu azza wa jall e nxit robin e tij të ndjekë rrugën e mirësisë e të largohet nga rruga e keqësisë. Rob të Allahut, mos harroni se erdhët në këtë jetë të adhuroni Allahun azza wa jall, të vetmin dhe pa shok. Nuk ka ardhur njeriu të jetë sezonal në adhurimin e tij, e as të adhuroj muaj, ditë apo net, por të adhuroj Allahun azza wa jall, krijuesin e gjithësisë. Obligimi më i madh, adhurimi më i madh që bëhet ndaj krijuesit të gjithësisë, Allahu subhanahu wa ta'ala, është njësimi i tij dhe adhurimi i tij i vetëm dhe pa shok. Allahu azza wa jall lem yalid, nuk ka lindur, wa lem yulad, as ka lindur, nuk është i lindur, as ka lindur. Wa lem yakun lahu kufuwan ahad, nuk ka shembull Allahu subhanahu wa ta'ala, as në emrat e tij, as në cilësitë e tij, as në veprat e tij, në asgjë të tij subhanahu wa ta'ala nuk ka shembull. Lejse kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, nuk është si ai asgjë. Ai është dëgjuesi dhe shikuesi i gjithçkaje.
La ilaha illa hu, nuk ka të adhuruar me të drejtë vetëm saj, fa'budu, atë duhet të adhurojmë, atë duhet të adhurojmë, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Mësoje se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm sa Allahu Azza wa Jall. E Allahu Azza wa Jall ka bërë obligime ndaj krijesave, njerëzve që i ka krijuar, e çdo gjë e ka krijuar Allahu Azza wa Jall dhe i ka obliguar njerëzit me obligime. E obligimi më i madh është njësimi i tij. Njësimi i tij do të thotë mos ti drejtosh lutjet tek dikush tjetër përveç Allahut, e mos ti mbash shpresat tek dikush tjetër përveç Allahut, e mos friksohesh nga dikush tjetër përveç Allahut, por lutja, mbështetja, adhurimi, shpresa, frika, të gjitha të jenë vetëm për Allahun, krijuesin e gjithësisë. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Dhe kur themurëm, ai është që më shëron. Allahu subhanahu wa ta'ala është që në dorën e tij është çdo gjë. Çdo gjë që është në qiell e në tokë është në dorën e Allahut, në sundimin e tij. E ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala dhe është në pushtetin e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala është krijuesi i gjithçkaje dhe meriton adhurimin i vetëm dhe pa shok. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. E ka obliguar Allahu që mos adhurohet askush tjetër vetëm saj. Wa bil walidayni ihsana, e të silleni mirë me prindrit. Obligimi i dytë në raport me njeriu me njeriu, obligimi i dytë është të sillet mirë me prindrit. Rob të Allahut, Allahu Azza wa Jall i zbriti njerëzve fenë e tij. Në çdo popull Allahu Azza wa Jall dërgoi të dërguar që t'i mësojnë njerëzve rrugën e shpëtimit, t'i mësojnë njerëzve udhëzimet. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Kemi dërguar, thot Allahu Azza wa Jall, në çdo popull kemi dërguar të dërguar me qëllim që të adhurohet Allahu i vetëm dhe pa shok, dhe të largon njerëzit nga adhurimet e kota, nga ato adhurimet që njerëzit sot janë zhytur në to. E din apo nuk e din? Shumë njerëz në trupin e tyre varin nuskat duke menduar këta njerëz se realizojnë dobi, largojnë të keqen, shkojnë në vende padrejtësisht të ashtu quajtura vende të mira, në teqe, apo në njerëz të ashtu quajtur padrejtësisht njerëz të mirë, dhe janë në të vërtet njerëz që i thrasin njerëzit në humner, në shkatërim, i thrasin njerëzit për në zjarin e xhehenemit, i thrasin njerëzit që t'i bëjnë shok Allahut. Këto janë vepra idhujtarie, janë vepra paganizmi, nuk është asgjë kjo nga feja. Dhe nëse njeriu agjiron, dhe nëse njeriu falet, por tek dikush tjetër shkon dhe kërkon ndërmarrje dhe shpresë, dhe ndërton tek ai frikën, dashurinë, mbështetjen, furnisimin, dhe brengat dhe hallet e tij i mbart për t'i vendosur përpara portës të tij tek dikush tjetër, pra përveç Allahu Azza wa Jall. Ai është jo besimtar, ai është jo besimtar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e ka parë një nga shokët e tij që kishte vendosur diçka e kishte lidhur në trupin e tij, i tha çfarë është kjo? I tregoi se kjo ishte për shkak dobësie, për shkak dërmani në dhonjza. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha, hiqi atë, se nëse ti vdes dhe ajo është në trupin tënd, nuk shpëton kur. Largohuni robët e Allahut nga njerëzit që thrasin në shirk, nga njerëzit që bëjnë nuska, nga njerëzit
që shtin fal e pretendojnë se e din të fshehtën e nuk e din të fshehtën askush vetëm se Allah subhanahu wa ta'ala. Rrugët e devijimit në aspektin e besimit ndaj Allahut azza wa jall janë të shumta. Shërbëtorët e idhujtarismit, shërbëtorët e paganizmit, shërbëtorët e devijimit e shkatarimit të besimit janë më shumë, janë shumë më shumë se sa ata shërbëtorë të çdo të keqe tjetër, sepse mëkati më i madh është i bësh shok Allahut, është ta prishësh besimin duke e lidhur shpresën, frikën, mbështetjen tek dikush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Janë shkaqet më shkatërruese për njeriu, për të njerëzimin. Është rruga për në zjarrin e xhehenemit dhe shërbëtorët e iblisit e shejtanit janë më shumë të fokusuar, të përqendruar tek kjo pikë, për të rënuar e të goditur obligimin e parë, për të dërguar njeriu të jetë preh e mëkatit më të madh. Prandaj kujdesni, çdo kush ka premtuar Allahu azza wa jall, wa man asdaqu min Allahi qila. Askush nuk është më i drejtë në fjalën e tij e në premtimin e tij se sa Rabbul Alamin. Allahu azza wa jall ka premtuar falje dhe mëshirë të madhe për çdo njeri që e takon Allahun, për çdo njeri që e takon Allahun ditën e gjykimit dhe nuk i ka bërë atij shok në adhurim, dhe nuk ka adhuruar diçka tjetër përveç Allahut, dhe nuk është mbështetur apo kërkuar shpresë tek dikush tjetër përveç Allahut, por i është mbështetur i tëri, i gjithi, Allahu azza wa jall. E ka njësuar atë në emër, në cilësitë e tij, në veprat e tij, i drejtohet me bindje, besim, dashuri, frikë dhe shpresë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Për këtë është shpëtimi i madh. Për këtë është falja e madhe. Madje Allahu azza wa jall ka premtuar për njerëzit të cilët kthehen tek Allahu me pendim, e kanë të këqija, fa ulaike yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Atyre i kthen Allahu azza wa jall të këqijat, ja bën të mira. Dhalika fadlullah. Kjo është mirësia e Allahut. Qul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Thuaj me mirësinë e Allahut, me mëshirën e Allahut, me atë dhënie që Allahu azza wa jall të jep nga mirësia dhe mëshira e tij, me atë të gëzohen njerëzit. Ky është gëzimi më i madh. Dhalika al-fawzul azim. Ky është shpëtimi i madh. Cili është shpëtimi i madh? Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Ata të cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, besuar dhe kanë punuar vepra të mira, lahum jannat, për ata ka xhennete. Allahu azza wa jall ka përgatitur për ta kopshte që poshtë tyre rrjedhin lumej. Dhalika al-fawzul azim. Ky është shpëtimi i madh. Dhalika al-fawzul kabir. Ky është shpëtimi i madh. Prandaj ti friksohemi Allahu azza wa jall, të realizojmë këtë obligim të madh. Pastaj robët e Allahut, Allahu azza wa jall nuk e don padrejtësinë, e ka ndaluar ndaj vetes së tij dhe e ka bërë mos ju të ndaluar. Mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit. Le të jenë marrëdhëniet e njerëzve mes njëri tjetrit me ligjin e Allahut, me udhëzimin e tij, me dritën që Allahu azza wa jall zbriti. Padrejtësia është errësirë ditën e gjykimit. Njeriu në raport me njerëzit obligimin më të madh e ka ndaj nënës dhe babait të tij, dhe më pas ata që janë më afër e më afër. Mos i shkëpusni lidhjet fare fisnore, se kush e shkëput lidhjen fare fisnore nuk e respekton farefisin e tij, nuk i mban lidhjet me to, është i shkëputur nga mëshira e Allahut azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala
ya'muru bil 'adli wal ihsan, urdhron për drejtësi dhe pamirësi. Nuk është pamirësi që vëllezërit, farefisi, komshit nuk flasin njëri me tjetrin. Është haram, është ndaluar, është mëkat që njerëzit mos flasin besimtarët me njëri tjetrin. Nëse njeriu ka hidrim në zemrën e tij, nuk i lejohet ta kalojë këtë hidrim më tepër sa 3 ditë pra me shkëputje, duke u takuar dhe njëri sjell një rrugë dhe tjetri sjell një rrugë. Nuk i ngrehen veprat e mira tek Allahu Azza wa Jall. Keni frikë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa aslihu dhata bainikum. Dhe përmisojni lidhjet mes jush. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Mos u përçani, se dështoni dhe ju ikën forca. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka bërë besimtarët vëllezër. Innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtet besimtarët janë vëllezër. O njeri, o besimtar, nëse Allahu Azza wa Jall të ka bërë djalë dhe babën e nënën e ke gjallë, frikso Allahut të kaloj dita dhe nata dhe jeta jote dhe s'ka arritur kënaqësinë e prindërve të tuaj. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Mos i thuaj atyre as uf, e mos i qorto ato, dhe thuaj fjalë të urta, fjalë të mira. Nëse je vlla, kujdesu për vllajën tënd dhe motrën tënde. Është pasqyrë për ty. Askush nuk e ka realizuar besimin e duhur derisa ai të dojë për tjetrin. Është më pasor nëse është vllai dhe motra, nga nëna dhe babai, dhe gjithashtu në besim. Derisa ti të dosh për tjetrin, atë që kërkon të donë për vetën tënde, e kërkon xhenetin e Allahut, donë të shpëtosh nga hidrimi i Allahut, duaj edhe për vllajën tënd. Mos hesht, mos je shejtan me mes, e sheh vllajën tënd në rrugë të gabuar dhe e lën atë. Madje ka dhe më keq se kaq, kanë xhelozi, nuk don që ai të jetë dhe ai në këtë rrugë, nuk don që ai të vi e të ulit ballin, e të ulit kokën, e të gjunjëzohet e të përullet për para Allahu subhanahu wa ta'ala. Është padrejsi, është e të mërshme. Allahu Azza wa Jall do t'ju marrë në pyetje për të gjitha këto. Allahu Azza wa Jall e din atë që e flisni dhe e din atë që e fshihni në gjokset e juaja. Asgjë nuk i shpëton Allahu Azza wa Jall. E gjitha është e ditur, madje e gjitha është e shkruar tek Allahu subhanahu wa ta'ala, para se ju të vini në këtë jetë me mira vite. Nëse Allahu Azza wa Jall të ka bërë bashkëshort, ji drejt me bashkëshortën tënde, akhadhtumuhunna bi amanatillah. I keni marrë këto bashkëshorte me emanetin e Allahut Azza wa Jall. Mbani mirë ato. Do t'ju pyesë Allahu Azza wa Jall, je kujdestar, mos e lësho kujdestarin tënde e të shlosh përgjegjësitë e tua ndaj bashkëshortes, e të thuash sa jo bën ç'të doj dhe unë bëj ç'dua. Je përgjegjës, urdhro për të mirë, ndalo nga e keqja. Ku anfusakum wa ahlikum nara, ruani vetvetet e juaja dhe familjet nga zjarri. Nëse o motra muslimane, Allahu Azza wa Jall të ka bërë bashkëshorte, kënaqësia Allahu Azza wa Jall është gjëja e parë që të realizosh. Dhe e dyta, të largohesh nga hidrimi i bashkëshortit, e ti bindesh atij në çdo të madhe dhe çdo të vogël, përderisa në urdhrat dhe udhëzimet e tij nuk ka kundërshtim ndaj Allahut Azza wa Jall, krijuesit të gjithësisë. Leni fjalët që qarkullojnë lart e poshtë, në fise, në familje, në media, gazeta e internet. Këto janë kurthe që i thurin për motrat tona, për nënat tona, për bashkëshortet tona. Duan për to rrugën e poshtrimit,
duan për to rrugën e shkatërimit, e mashtrojnë me fjalë të ëmbla, barazia gjinore, drejtësia, e drejta e shprehjes dhe e fjalës. Ne jemi musliman, i gjykojmë të gjitha çështjet me ligjin e Allahut Azza wa Jall. E kush kërkon diçka tjetër përveç ligjit të Allahut Azza wa Jall, e përveç fesë së tij, ajo nuk do të pranohet prej tij. Kje frikë Allahun, motër muslimane, i e zellshme, e përkushtuar në familjen tënde, fale namazin në kohën e vetë, bindju Allahu subhanahu wa ta'ala dhe bindju bashkëshortit. Kujdesu për fëmijët, mos i zhyt në internet dhe në televizor, se ke punë të mëdha, mos i hiq nga shpina dhe e jep shejtanit. Ruhuni rob të Allahut, se shejtani është armiku i përbëtuar. Allahu Azza wa Jalla ka treguar në Kur'anin Kerim se ka thënë la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Do të vijë njerëzve nga përpara dhe pas shpine, nga djathta dhe nga marka, dhe o Allah, i drejtohet iblisi Allahu Azza wa Jalla, nuk do t'i gjesh shumicën e njerëzve të jenë të udhëzuar, shumica njerëzve janë të shkatëruar, shumica njerëzve janë të devijuar. Mos u mashtro me shumicën, se Allahu Azza wa Jall na ka treguar se shumica janë në humbje. Na ka treguar Allahu Azza wa Jall se do ta mbush zjarrin e xhehenemit plot e përplot. Ti friksohemi Allahut Azza wa Jall, ta marrim veten në llogari para se të vijë çasti ku do të merremi ne në llogari. E nuk ka më në atë ditë mundësi të kthehemi e të punojmë, të shfrytëzojmë momentet e volitshme për të kthyer tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E di lutemi Allahut Azza wa Jall të na shtojë nga mirësitë në vend tonë, në adhurimin dhe Allahut Azza wa Jall, në përkushtimin, në adhurimin dhe Tij subhanahu wa ta'ala, ta falenderojmë për atë që na dha, e të vazhdojmë rrugën për në kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala derisa të vijë vdekja. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Gjithashtu, vëllezër dhe motra muslimane, ju përkujtoj me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili padyshim se përshtatet për kohën tonë dhe madje shumë kohë përpara kohës tonë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Ka filluar Islami, kur filloi ishte i pakët i vetëm, dhe do të kthehet i tillë i pakët kur vi fundi i jetës në këtë tokë. Fatuba lil ghuraba, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, lumturi dhe gëzim dhe tuba është një pemë në xhennet. Do t'jetë për njerëzit që janë ghuraba janë njerëzit që jetojnë në këtë jetë, në mesin e familjeve tyre, në mesin e shoqërisë tyre, në vendin e tyre, jetojnë si të huaj. Ne jetojmë si të huaj, nuk na njeh vëllai, nuk na njeh nëna dhe babai, nuk na njeh komshiu, nuk na njohin të afërmit, nuk na njohin miqt, për shkak se kemi adhuruar Allahun Azza wa Jalla të vetëm dhe pa shok. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Asgjë nuk urejnë prej nesh, vetëm që adhurojmë Allahun Azza wa Jalla të vetmin dhe pa shok. Prandaj s'na njohin, prandaj në mesin e njerëzve tanë jemi të huaj. Fatuba lil ghuraba. Lumturi
llogari dhe premtim për xhennet, atë pemën që është në xhennet, tuba lil ghuraba. Ajo do të jetë për këta njerëz. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i thanë në i cilëso, qala alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, janë ata të cilët rregullojnë, bëjnë rregullime me lejen e Allahut, përpiqen të përhapin të mirën kur njerëzit përhapin të keqen dhe shkatërimin. Sot njerëzit përhapin të keqen, shkatërimin, le të përhapim të mirën. Le ta themi fjalën e mirë, se fjala e mirë është lëmosh e don Allahu azza wa jall. Ti lutemi Allahu subhanahu wa taala që të na bëj të qëndrueshëm, të ruaj zemrat tona nga devijimi, pasi që ne na udhëzoi në këtë fe, në këtë rrugë, e të gëzohemi, e të lumturohemi në këtë ditë me mirësi që Allahu subhanahu wa taala na mundsoi. Wa li tukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Përnof Allahu subhanahu wa taala për të gjithë adhurimin, namazin, leximin e Kuranit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.